Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në RTK. Lëvizja Vetëvendosje ka dalë me propozim të ri për zgjedhjen e presidentit, me që rast ja ka lënë në dorë PDK-s dhe LDK-s që të propozojnë 3 emra për shefin e shtetit. Kërkesa është refuzuar menjëherë nga Partia Demokratike, teksa LDK po kërkon marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje. Ky subjekt ka thënë se me marrëveshje do të propozojë një kandidat për president, e ai kandidat mund të jetë Vjosa Osmani. I pari ekzekutivit Albin Kurti e ka ftuar Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike që të dalin me 3 emra të përbashkët për president në mënyrë që të evitohen zgjedhjet. Vetëvendosje, PDK edhe LDK mund t'i sigurojë nënshkrimet 3 kandidatëve. E ne po themi në mes në këtyre 3 kandidatëve asnjëri le të mos jetë propozimi i vetëvendosjes, le të jenë 3 personalitete unifikuese të 2 partive të cilët janë më të vjetra se ne, dhe në këtë mënyrë tash bllokojmë situatën dhe të kemi stabilitet institucional, meqense edhe një palë zgjedhje të reja nuk sjellin zgjidhje. Edhe një palë zgjedhje të reja na i humbin së paku 10 milionë euro për organizimin e tyre dhe 10 milionë euro tjera që do të ishin financime nga Bashkia Ndërkombëtare. Kërkesa është refuzuar menjëherë nga Partia Demokratike, e cila i ka konsideruar të njëjtën si manovër politike. Ka pas kohë mjaftueshme me i bë gjitha veprimet e nevojshme, në mënyrë serioze, përgjegjshme, mirë besim dhe në besim reciprok e në partneritet, jo me tentu që me oferta jo serioze të minutave të fundit me hedhë fajt dikun tjetër. Prandaj, për Partinë Demokratike të Kosovës, kjo çështje kom deklaruar se veç është e mbyllur. Mirë po Lidhja Demokratike është shprehur e gatshme për marrëveshje politike me vetëvendosjen, teksa i pari i saj, Lumir Abdigjiku, tha se mund të propozojë një emër për president. E ky emër sipas tij mund të jetë edhe Vjosa Osmani nëse mazhoranca ja garanton 66 vota. Nëse don vetëm me PDK-n, le të mblidhen ata, le të bëjnë ato 75 vota, nëse mbet për 15 vota të LDK-s, ulem edhe flasim. Por nëse ka dash marrëveshje politike me LDK-n dhe do marrëveshje politike me LDK-n, atë LDK mund të propozojë dhe emra. Na s'kemi nevojë me propozu 3, propozojmë 1. Mundet me qenë edhe Vjosa Osmani. Po le ta tregon ai ka 66 vota për këtë president. Mundet me qenë. Por njëherë duhet me vendosur atë marrëveshje politike me LDK-n. Sipas kryetarit të Aleancës, një kërkesë e tillë është dashur të bëhet më herët nga vetëvendosje. Kjo një lloj ultimatumi tani i tij, pjesë strategjisht i mos me e zgjedh presidentin, me dërgu vendin në zgjedhje. Një kryeministër serioz, një kryetar partie i shumicës serioz, këtë ide do ta kishte dhënë ditën e parë. Pra nuk kishte shku duke nxjerr xhevaher, si po sjellët kështu nuk është në rregull, nuk është serioze, askush se merr seriozisht si po hotaj. Nëse deri të martën nuk zgjidhet presidenti, vendi shkon sërish në zgjedhje të reja. Kryetari i Partisë Demokratike Bedri Hamza ka reaguar në orët e mbrëmjes ndaj zhvillimeve të fundit politike. Ai ka akuzuar kryeministrin Kurti dhe Lëvizjen Vetëvendosje për përpjekje për të fajsuar opozitën lidhur me dështimin e zgjedhjes së presidentit. Përmes një video mesazhi në rrjetet sociale, Hamza ka theksuar se vendi po përballet me blokada politike tash e gati 2 vjet, të cilat sipas tij nuk janë pasojë e mungesës së mundësive, por e një qeverisje të papërgjegjshme. Kreu i PDK-s ka kërkuar që vendimmarrja t'i kthehet qytetarëve. Sipas tij, ofertat e bëra në momentet e fundit nuk përfaqësojnë përpjekje serioze për zgjidhje, por manovra politike për arsyetim para qytetarëve. Qëllimi vetëm i qeverisë ka qenë imponimi e një presidenti partijak e jo arritja e një konsensusi politik, ka thënë ndër të tjera Hamza. Kuvendi i Kosovës ka mbajtur seancë të jashtëzakonshme për të shqyrtuar 5 projektligje të cilat lidhen me byron, rishikimin e buxhetit e energjinë elektrike. Vetëm ai për energjinë arriti të kaloj. Opozita nuk mbështeti kalimin e tyre me procedura të përshpejtuara. Kuvendi i Kosovës ka dështuar t'i kaloj 4 nga 5 projektligje të cilat ishin rend të ditës së seancës së jashtëzakonshme që u thirr të shtunën.
Përveç projektligjit për energjinë, në seancë nuk kaloi rishikimi i buxhetit, shqyrtimi i projektligjit për byron e konfiskimit, ndryshimi dhe plotësimi i ligjit për pastrimin e parave si dhe ai për energjinë elektrike. Kjo pasi opozita nuk e mbështeti kalimin e tyre me procedura të përshpejtuara e shumica nuk pati votat e mjaftueshme për t'i kaluar e vetme. Pra pikrisht këto fjalë kemi pasur edhe atëherë dhe kam paralajmëruar që do ta sjellim një pako. Pako e tillë, pra në këtë rast, përbëhet prej 122 milion eurove shtesë buxhet, që sigurohet nga të hyra shtesë të projektuara bazuar në trendin aktual, si që shtatimin e të ardhurat personale apo mbledhja të VSH së brendshme, si dhe të hyra të tjera që parashihen në tabelën 1, ndërkaq pjesa tjetër pra e mbështetjes për ta kompletuar pakun në vlerë prej 200 milion eurove, pra sigurohet nga linja ekzistuese buxhetore. Çka po thoni ju? Këtu nuk ka rishikim për komunat. Këtu nuk ka rishikim për organizatat buxhetore. Këtu është asnjëherë që 26 vjet pas lufte asnjëherë diçka të tillë s'kum po. As mos pofsha. Fatkeqësisht edhe në këtë rast, në këtë seancë, po kërkohet shmangje nga gjitha këto procedura, pa e diskutuar në hollësi për mbajtjen e rishikimit të ligjit për buxhet për vitin 2026, si parim, pra si për shkak të mungesës së përcjelljes së procedurave, qoftë në komision, qoftë në komisione tjera, qoftë edhe këtu vetë në seancë, LDK e ka voton kundër. Çfarë zori ose kush po ka zor me bo praktik të nderin një burimor në qeveri, që është diçka i zakonshëm tash, dhe njëkohësisht në parlament shmangin nga rendi ditës, procedura shpejtume, mungesë të debatit dhe diskutimit për çështje që ministri po thotë se ka krish lufta me 28. Pavarësisht kritikave të opozitarëve, në seancë arriti të kaloj projektligji për energjinë. Ky projektligj përfaqëson një hap të rëndësishëm të modernizimit të sektorit të energjisë dhe integrimit të tij në tregun evropian. Ai sjell një çështje më të qartë, më të avancuar dhe më gjithëpërfshirë se krahasuar me ligjin ekzistues, duke reflektuar kalimin nga pakoja e tretë e energjisë drejt kërkesave të energjisë së pastër. Puna e parë që ndodh me këtë ligj është shmangja nga llogaridhënia dhe përgjegjësia e kuvendit dhe bartja e përgjegjësisë te një ministri për një pjesë të sektorit energjetik jashtëzakonisht delikat. Kuvendi do të mblidhet sërish të hënën e 27 prillit. Prokuroria themelore në Prishtinë ka nisur hetimet për dyshime për ndotje të ajrit nga kek në Obiliq pas publikimit të një video incizimi. Policia është autorizuar të ndërmarrë veprime hetimore për sigurimin e provave, ndërsa rasti po trajtohet si vepër penale për ndotje dhe degradim të mjedisit. Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se ndërprerja e përkohshme në funksionimin e elektrofiltrave në termocentralin Kosova A e shkaktuar nga ndërprerja në qarkun elektrik të ndërprerësve të kompresorëve të ajrit me automatizëm është tejkaluar me sukses. Rjeti i grave të Kosovës ka mbajtur kuvendin e 23 vjetor të antarëve, ku është theksuar roli kyç i grave në avancimin e demokracisë dhe barazisë gjinore në vend. Në këtë takim u diskutuan sfidat që vazhdojnë të prekin gratë, përfshirë dhunën me bazë gjinore dhe nevojën për përfaqësim më të madh në vendimmarrje. Kuvendi 23 i rjetit të grave të Kosovës ka mbledhur në Prishtinë aktiviste, zyrtar, institucional dhe partner ndërkombëtar për të diskutuar progresin dhe sfidat në avancimin e të drejtave të grave. Diskutimet janë përqendruar në çështje të sigurisë, drejtësisë sociale dhe përfaqësimit të grave në proceset vendimmarrëse, në një kohë kur organizatat e shoqërisë civile vazhdojnë të kërkojnë më shumë angazhim institucional. Antarja bordit të rjetit Gjylieta Mushkolaj tha se pavarësisht përparimeve, dhuna ndaj grave mbetet një problem i vazhdueshëm, duke theksuar se aktivizmi i grave ka ndikuar në rritjen e llogaridhënies dhe në ashpërsimin e dënimeve për autorët. Dhuna ndaj grave vazhdon dhe në rastet më ekstreme përfundon në femicid. Muajt e fundit kemi parë dënime më të ashpra dhe maksimale për autorët, një hap përpara që është arritur fal aktivizmit të palodhur tuajin edhe brenda rjetit. Ky aktivizëm ka qenë vendimtar
e ka thyer heshtjen, ka sfiduar institucionet dhe ka sjell ndryshime konkrete. Në këtë kuvend mori pjesë edhe ushtruese e detyrës së presidentës dhe kryetarja e kuvendit Albolena Haxhiu, e cila vlerësoi rolin historik dhe aktual të grave në proceset shtetformuese dhe demokratike. Rrjeti i grave të Kosovës është një prej shembujve më të qartë të kësaj force. Për dekada me radhë, ju keni qenë dhe i qartë për barazin, për mbrojtjen nga dhuna, për pjesëmarrjen e grave në vendimarrje dhe për politika më të drejta. Keni sjell dije, hulumtime serioze, profesionale dhe përvojën reale të grave të Kosovës në tryezat ku janë marrë vendimet. Keni dëshmuar se demokracia nuk forcohet vetëm nga institucionet, forcohet edhe nga shoqëria që kërkon më shumë prej tyre. Nga ana tjetër, përfaqësuesja nga NDI, Nancy Sonderberg, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet shoqërisë civile dhe institucioneve për përballimin e sfidave globale ndaj barazisë gjinore. Në një kohë kur në shumë vende po shohim reagime kundër barazisë gjinore, dezinformim dhe sulme të targetuara ndaj grave në politikë dhe role publike, puna e RGK-s është edhe më kritike. Duke kombinuar angazhimin në komunitet me hulumtimin dhe analizën e politikave, RGK siguron që zërat e grave jo vetëm të dëgjohen, por edhe të përkthehen në propozime konkrete të politikave. Kuvendi është mbyllur me thirrje për angazhim të shtuar institucional dhe shoqëror, ndërsa punimet kanë vijuar edhe me përzgjedhjen e anëtarëve të reja të bordit në përpjekje për të forcuar më tej rolin e rrjetit në avancimin e barazisë gjinore në Kosovë. Në Pojat të Ferizajt është përuruar busti i dëshmorit Gëzim Sahiti si dhe pllaka përkujtimore martirëve të kësaj ane të Qeran në luftën e fundit të Kosovës. Kryetari i Ferizajt Agim Aliu tha se kjo sot po kthehet në një pikë pelegrinazhi e homazhi përjetësisht për lirin, për kujtimin dhe për krenarin e triumfit të lirisë. Është inauguruar fillimi punimeve për ndërtimin e rrugës që lidh Korishën me Kabashin, një investim i rëndësishëm infrastrukturor i financuar nga Qeveria e Kosovës. Gjatë inaugurimit u tha se kjo rrugë do të përmirësojë lëvizjen e qytetarëve dhe do të krijojë mundësi të reja për zhvillimin e turizmit. Është përuruar rruga që lidh Korishën me Kabashin, investim ky i cili synon të përmirësojë lëvizjen e qytetarëve dhe lidhjen me rrugët rajonale. Kryeministri Albin Kurti tha se ky projekt do të ndihmojë në lëvizjen më të lehtë për qytetarët. Bëhet fjalë për një rrugë e cila është gjatë 6 kilometra e 708 metra, e lidh Korishën me Kabashin, por gjithashtu edhe me rrugën rajonale R118. Qëllimi ynë është që të ketë sa më shumë qarkullim të mirë e të lehtë për qytetarët dhe për bizneset, e në veçanti për zhvillimin e turizmit, me qenë se në këtë mënyrë sjellet në nivel të ri turizmi në këtë zonë ku ndodhen Prizreni, Shtërpca, përkatësisht Brezovica, dhe kjo do të krijojë të ardhura shtesë edhe për Kosovën në përgjithësi, edhe për këto komuna posaçërisht, e natyrisht edhe për bizneset e qytetarët mbar. Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit Dimal Basha tha se projekti është mbështetur nga Qeveria e Republikës së Kosovës me një shumë prej 4.1 milion euro. Ky projekt mbështetet komplet nga Qeveria e Republikës Kosovës dhe ka vlerën 4.1 milion euro që i dedikohet qytetit Prizrenit, përkatësisht lidhjen e Korishës me Kabashin. Qyshe dhe u tha, ne jemi të prirur për të bërë lidhjen e banorëve të kësaj zone. Njëkohësisht ju e dini që kjo anë ofron bukuri të rrolla prallore, natyrore, që po besoj do të ndikojë edhe në zhvillimin e turizmit të kësaj zone. Kjo rrugë e re pritet të jetë një mundësi e mirë dhe për zhvillimin e turizmit, biznesit dhe jetës ekonomike në të rajonin. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve ju. Falenderoj për vëmendjen dhe natën e mirë.